Miq të dashur, me qenë se shumicën e temave që trajtoj, por edhe intervistave nëpër media, shumica i përkasin temave që lidhen me drejtësinë. Nuk do të thotë që nuk trajtojmë tema edhe në aspektin politik apo social, mirë po shumica lidhen me drejtësinë. E kur jemi te drejtësia, dua të rikujtoj secilit që drejtësia nuk matet as nuk bëhet duke shqyrtuar aspektin politik apo filozofik apo social apo psikologjik. Drejtësia nuk duhet ja mbaj anën të fortit. Drejtësia duhet të vendoset ashtu siç duhet. Nëse dielli ndalet, kjo nuk ka rëndësi sepse drejtësia duhet të dalë. Pse tham këta? Nëse ai që gjykon, ai që vlerëson, ai që vendos, ja mban anën të fortit. Shqyrto vetëm rastin e luftës 1998-1999. Serbia së kohë Jugoslavia ishte ndoshta 2000 herë më e fortë se na. Dhe sikur të mbahej drejtësia të anante ka forca, NATO nuk do të bombardonte Serbinë e malin e zi, por do të na bombardonte neve dhe do të na vriste neve aq sa kishmi mbet pa vrarë deri atëherë. Mirë po çka ka ndodhur? Ka rreziku më dhezë lufta të retë botërore, ka intervenu NATO pa qenë ne shtet anëtare e NATO-s, pa pas asnjë obligim në aspektin normativ, por vetëm duke u nisur nga ana humane, ka intervenu me gjitha ata pilot, gjitha ata aeroplanat, raketat, armatim, derisa e ka gjunjëzuar Serbinë. Çka do të thotë që në momentin e vlerësimit dhe vendosjes, drejtësia ndërkombëtare ka peshuar anën, ka është e drejta, jo ka është forca. Çka do të thotë kjo? Ne nuk duhet të lëshojmë në emrat e përvetshëm në grupe, në çapo dion, kush është më i fortë ja mboj anën, jo. Ne duhet ta gjykojmë dhe vlerësojmë aq sa dimë dhe aq sa mund të dimë. Pse tham këtë? Kur jemi tek rastet që është duke u trajtuar atje në Hag të dhumat e specializuara. Bëhen qindra komente, sharje, fyrje, poshtrime, përndjekje, çka jo. Pse duhet me mbajt anën Hashim Thaqit? Jo njerëz, gjyqtarët, prokurorët, secili qytetar, avokatët, duhet ja mbajnë anën të drejtës, pavarësisht kuj i bjen tamam apo jo. Ta marrim një shembull. Kulli i Gjermanisë, i cili i ka bashku dy Gjermanit. Ai njeri ka bën për shtetin dhe popullin e vet, më shumë se ndoshta krejt gjermanët që kanë bën luftën e dytë botërore. Mirë po, i njëjti për një rast krejtësisht, që tek ne ndoshta i duke parëndësishëm, është dalë para drejtësisë vendore dhe është dënuar nga vetë gjermanët. Madje as që ka pyet kush për kontributin e mëhershëm, po as që ka tentu vetë hyja nej, sepse as kush se lëshu me pjesën tjetër, lëshu vetë në pjesën që a ke fajsi, a ke përgjegjësinë e veprimin konkret, ka dalë që ka qenë i fajshëm dhe ka vuj dënimin. Çfarë dënimi tash e pa ka rëndësi. E kemi rastin tjetër të Sarkozit, ish kryeministit francez, i cili tani është në votje të dënimit. Ka bërë reforma të mëdha në shtetin francez, ka pas ndikim dhe kontribut shumë të madh në aspektin politik, ekonomik, ushtarak, financiar, social, kulturor dhe gjitha. Mirë po është në votje të dënimit nga vetë francezët, madje vetë ka shku është paraqit në burgun atje ku ka pas të caktuar. Pse? Pse shtetet serioze nuk bëjnë pazar me drejtësinë, nuk shqyrtojnë emrat përveç mas s'ka është forca. Ata vendosen dhe veprojnë vetëm bazë të ligjit. Nuk thonë qysh ja bëjmë këtij rasti, por thonë qysh është e rregulluar kjo çështje dhe varësisht qysh është e rregulluar fusha normative, ne veprojmë në të formë. Shqyrtoj rastet tona. Jo, filoni ka pas luftu, filoni ka ndalë në rujt 3 ditë, filoni ka dhënë ujë filonit, filoni kur ka ikë, filoni ka marrë kastreu, ta shtoni jetër me vjedh, me plaskit, me vra, me uzurpu, me poshtru, mu vesh pushtet, me asiguru të ardhmen edhe nipave, sternipave, pse pas ka dhënë të kontribut. Edhe ne pas dhënë qka, edhe ne pas luftu qka.
Drejtësia është drejtësi dhe duhet të dalë. Këtë po e lidhë me një postim që e bëra natën e mbrëmshme, një postim i më hershme që ishte një intervistë në një televizion, dhe që u ballafaqua me disa sharje fyrje. Mi po me sharje fyrje me sulme gazën vetëm keni me nxit me qenë. Edhe ma e vendosur ndonë se edhe nuk jam i pa vendosur. Çka do të thotë që mësojmë gjeneratat e reja, që nuk ka pazare me drejtësi, drejtësia nuk duhet të lëshohet as ka ona të fortit, as ka ona e emrave të përvetshëm. Drejtësia duhet të gjykojë rastet konkrete, pavarësisht kuj i bjen mirë apo jo, sepse për ndryshe nuk është drejtësi. Kështu që sa lëshojmë në sharje, fyrje, të jagrami të punojmë, të lexojmë e të veprojmë drejt, ndryshe nëse vazhdojmë me mentalitetin e mëhershëm, Bashkimi Evropian, as NATO, as Këshilli i Evropës, as gjykata e Strasburgut, nuk pranon zibidin e familjen e saj. Çka do të thotë që ne duhet të kemi shumë kujdes dhe të veprojmë siç kanë vepruar shtetet dhe popujt tjerë që kanë ecë shumë para nesh. Tek e fundit ne nuk mund të arsyetohemi pse po ecë filan shteti përpara, pse u pranuaj NATO apo Bashkimi Evropian para neve. Jo, ne duhet të shqetësohemi nëse ne nuk jemi më të mirë këtë vit se vitin që ishëm. E jo duke i gjykuar tjerë pse po ecën, e pse s'po ecim na. Na nuk ecmi sepse jemi të tillë që disa dekada apo shekuj që fare nuk kemi interes me vepru mirë, por vetëm mundohem mu duk mirë dhe tjerët më na vlerësu dhe më na trajtu neve si mbretër. Me këtë logjik, me këtë mentalitet që janë dhe mirë me përmendore, me busta, me mirënjohje, me lavdata, me tituj, me grada, me generala, me uzurpime, nuk kena me ecë asnjëherë përpara, mos thash që mundna me rreziku me na i tërheq edhe njohjet ndonjërin nga shtetet e cilin na kanë njoft. Qofshin me shëndet, qofshin me bekalti nga Zoti i Madh, kudo që jeni ju dhe familjet e juaja.